Jemi në pjesën tjetër të emisionit dhe të flasim për diçka tjetër. Një ngjarje tragjike ka ndodhur dje në oborin e një stani në Bjeshkët e Strelcit, në komunën e Deçanit, ku një i ri nga pakujdesia ka vrarë aksidentalisht babain e tij. Prokuroria themelore në Pej ka njoftuar se i dyshuari është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vrasje nga pakujdesia dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Përveç këtij lajmi, gjatë 24 orëve të fundit kishim edhe lajme të tjera. Trondice, një i mitur ka goditur me thik bashkëmoshatarin e tij në Suarek, fjalosje mes 4 personave në Prizren ku njëri plagoset me armë zjarri, një plagosje tjetër në Vushtrek ku 4 persona janë shoqëruar në polici, apo përballemi realisht me raste të izoluara, apo kemi të bëjmë me një fenomen që po merr përmasa shqetësuese. Për këtë flasim në këtë pjesë në një lidhje të drejt për drejt. Kam ish-drejtorin e policisë Reshat Maliqi. Zotri Maliqi, përshëndetje. Përshëndetje për juve. Po ashtu me ne në një lidhje të drejt për drejt është edhe Anton Nrecaj nga Instituti Klart. Nrecaj, përshëndetje dhe faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Maliqi, dua ta nis me ju. Vetëm në 24 orët e fundit kemi pasur raportime të shumta për raste të rënda. Si po sheh këtë situatë, kemi të bëjmë realisht me një trend shqetësues? Nuk po, zotri Maliqi, nuk po ju dëgjoj mirë, ndoshta të shkëpusim dhe njerë lidhjen dhe t'ju telefonojmë prap, sepse dua t'ju dëgjoj më qartë. Nrecaj, derisa të rregullohet me zotrin Maliqi, të kaloj tek ju. Sa shqetësuese realisht janë gjitha këto raportime? Vetëm në 24 orë, unë lexova vetëm disa prej tyre, por të shumta kanë qenë raportime të tjera për incidente të rënda anë kënd Kosovës. Natyrisht se është shqetësuese fenomeni i përdorimit armëve të cilat qytetarët e Republikës së Kosovës i posedojnë pa leje. Si paktoi posedimit të armëve pa leje, natyrisht që kemi edhe situatën ku kemi raste të vrasje, qoftë nga pakujdesia, qoftë vrasje për shkak të konflikteve të ndryshme, ose nëse mund të them për gjëra pak a shumë banale, dhe si pasojë kemi humbjen e jetës së qytetarit të Republikës së Kosovës. Kjo është një shqetësim, nuk është vetëm këtë vit, mirë po kemi ndër vite me radhë situata të tilla ku kemi vepra penale të armbajtjes dhe posedimit të armës pa autorizim dhe përdorimit të saj për qëllime të caktuara të kryerjes së veprës penale, qoftë të tentimvrasjeve apo edhe të vrasjeve për të lloj forme qoftë ajo. Fatkeqësisht në rastin konkret, në situatën e djeshme kemi situatën ku kemi të bëjmë një rast vërtet shumë tragjik ku i biri nga pakujdesia vret babain e tij dhe kjo është një fenomen i cili duhet të ngritet në nivelet e institucioneve të sigurisë që të gjejnë një formë dhe një modalitet në mënyrë që personat cilët mbajnë armë pa leje, ani pse janë të përcaktuara me ligj mënyra se si mund të mbahet arma dhe si mund të pajisësh me leje për armë, mirë, po nuk do të thotë që pajisja me armë me leje që ti duhet të trimërohesh dhe ta përdoresh atë për qëllime të caktuara për të kryer vepra penale. Po, Nrecaj, është legjislacioni aktual i mjaftueshëm për të trajtuar dhe parandaluar raste të tilla në Kosovë? Sa i përket pjesës së parandalimit, natyrisht se me ligj është të përcaktuar që posedimi i armës pa leje apo mbajtja armës pa autorizim është vepër penale. Mirë po, kjo është ajo pjesa e sanksionit ku tregon limitin e qytetarit që mbajtja e armës pa leje apo pa autorizim
sankcionohet me dhe kualifikohet si vepër penale. Por problemi që ndron të pjesa e parandalimit. Të gjithë qytetarët janë të vetëdijshëm që mbajtja e armës pa leje është vepër penale. Por është edhe një çështje tjetër e cila ka të bëjë me mentalitetin, them kështu, nëse më lejohet edhe me traditën që e kemi ne si shoqëri, që të mbajmë armë në shtëpi. Mbajtja e armës pa leje në shtëpi, natyrisht që ka pasojat e veta, dhe si rezultati kemi pasojat sot. Andaj, institucionet qendrore, qeveria, dhe gjithë ne, qoftë si organizata jo qeveritare, qoftë si fytyra publike apo çfarë do lloj forme qoftë, duhet të fokusohemi më shumë në pjesën e parandalimit të rasteve të përdorimit të armëve, cilat si pasojë rezultojnë me vepra penale. Dhe kjo pjesa e fokusimit ka pas disa fushata në të kaluarën, ka pas shumë pak rezultate, kemi pas fushata, 2-3 fushata në të kaluarën, ku ka pas një lloj, them kështu, palje të qytetarëve, thirrje ndaj qytetarëve që t'i dorëzojnë armët pa leje dhe si kompenzim i dorëzimit të armës cilët e posedojnë pa autorizim dhe pa leje, do të falen nga organet e ndjekjes. Armbajtja pa leje është vepër penale dhe është e dënueshme edhe me burgim. Aq më tepër përdorimi i armbajtjes pa leje, qoftë revoldes apo armëve të tjera të zjarrit, por edhe armëve tjera të ftofta, cilat mund të jenë shufrat, mund të jenë pikat, dhe përdorimi i tyre mund të ketë pasoja të pariparueshme. Po, drejtësaj, duhet të fokusohemi. Po, sa po ndikojnë edhe dënimet e shqiptuara në gjykata që pastaj të kemi apo të rriten rastet e krimeve të rënda? Natyrisht që në një anë duhet të fokusohemi natyrisht që edhe praktikat gjyqësore. Në praktikat gjyqësore, në shumtën e rasteve, që i përket pjesës së dënimit, shqiptimit e masës së dënimit për armbajtje pa leje, por cila natyrisht se kualifikohet si vepër penale, nuk kemi praktika të zbatimit të dënimeve të ashpra, apo shqiptimit të sanksioneve të ashpra. Kemi praktike të dënimit të cilët mund të konsiderohen si dënime mesatare, dhe kjo natyrisht nuk ka rezultuar të ketë efekt. Nëse i referohemi zbatimit të dënimit sipas ligjit kodit penal i cili përcakton dënimet për mbajtjen e armëve pa autorizim, armëve pa leje, dënimet janë goxha të ashpra. Dënimet mund të shkojnë deri në 10 vite me burgim. Varësisht prej llojit të armës dhe llojit të municionit i cili posedon. Natyrisht se nëse flasim për armë, për revole, dënimi, masa e dënimit është me gjobë, e cila mund të jetë deri në 7.500 apo 10.000 euro dënimi me gjobë, dhe deri në 5 vite dënimi me burgim. Në të kaluar në kodin penal ka qenë përcaktuar një masë jashtëzakonisht e ashpër, e cila me plotësim ndryshimin e kodit penal të Kosovës është reduktuar nga 10 vite në 5 vite dënimi me burgim. Dhe kjo ka konsideroj që edhe 5 vite është një masë goxha e ashpër, mirë po masë e cila realisht duhet të zbatohet në mënyrë që në situatat e tilla të jepet dhe të përçohet një mesazh për të gjithë ata të cilët posedojnë armë pa leje, që masa e dënimit është deri në 5 vite burgim. Tash, nëse qytetarët janë dakord që të dënohen 5 vite me burgim për armbajtje pa leje, atëherë ata duhet të ballafaqohen pikërisht me këto pasoja. Por që në praktik, fatkeqësisht nuk e kemi këtë zbatim të masave më të ashpra, për shkak të rrethanave të ndryshme në secilin rast cilin gjykata ka konsideruar që duhet të shqiptohet masa e dënimit me ulë. Sido që tjetë, konsideroj që një nga masat preventive do të ishte edhe
përqimi i mesazhit nga gjykata e cila do të shqiptonte sanksione më rigoroze sa i përket mbajtjes së armëve pa leje. Dhe kjo do të konsideroj që do të reduktonte në masë të duhur këtë pjesën e mbajtjes së armëve pa autorizim, respektivisht mbajtjes së armëve dhe përdorimit të saj pa leje. Ne kemi shumë raste, po thuaj se çdo javë kemi minimum 2-3 raportime të situatave ku ka pas konflikte dhe përdorim të armës ndaj të cilës ka rezultuar që arma ka qenë mbajtja e armës ka rezultuar të jetë pa autorizuar, do të thotë armë pa leje dhe të njëjtën e ka përdorur qoftë në tetim vrasje, qoftë për të kryer veprën penale të vrasjes. Po, dhe ndrecaj, në rastet të fundit, ndoshta edhe nga ajo që keni vërejtur, kemi të bëjmë me persona të ri të përfshirë, apo janë personat e njëjtë, po them që po përsëriten persona me presedent penal? Natyrisht se problemi më i madh i qëndron te fakti që kemi shumë situata ku personat cilët kryejnë vepra penale kryesisht janë recidivistë. Recidivistë janë persona cilët kanë background apo dosje penale të kryerjes së veprave penale dhe që të njëjtit kanë vazhduar të kryejnë vepra penale. Dhe në situatat e tilla, shqiptimi i masave ka rezultuar për shkak se ndaj tyre janë shqiptuar masa alternative të dënimeve dhe si masë e tillë ka rezultuar që i njëjti është them kështu është nxitur që të mos shqiptimit të masave rigoroze ka përdorur edhe atë pjesën që unë e përdori sërish armën, mirë po mund të dënohem me gjob apo mund të kem ndonjë dënim me kusht. Andaj në situatat e tilla për recidivistët aty kemi të bëjmë me dy probleme thelbësore. E para, kemi të bëjmë me pjesën ku i njëjti duhet të trajtohet edhe në aspektin psikologjik, se nga ana e institucioneve përkatëse dhe zbatimin e masave të shqiptimit të sanksioneve më rigoroze që të ndaj të njëjtit edhe të ketë një trajtim që i njëjti të mos e kryejë të njëjtën vepër penale pasi që të lirohet, sepse nuk është qëllimi i shqiptimit masave maksimale ose masave ekstreme të dënimit, për shkak se pas përfundimit të vujtjes së dënimit, natyrisht se secili qytetar duhet të riintegrohej në shoqëri dhe natyrisht se secili qytetar do duhet që vujtja së dënimit të punohet me të mënyrë që i njëjti të pendohet për veprat penale dhe për veprën penale cilën e ka kryer. Dhe çka kemi në fakt, ne nuk kemi situata të tilla të trajtimit të personave në veçanti të recidivistëve, ndaj të cilëve duhet të ketë një trajtim më profesional, në mënyrë që i njëjti të mos të kryejë vepër penale pasi që të lirohet. Dhe mënyra më e mirë për të parandaluar që i njëjti, sidomos recidivistët, të mos kryejnë vepra penale është që të ketë trajtim më adekuat gjatë periudhës së shqiptimit të masës së dënimit. Janë ato pjesa cilat kornisa ligjore i ofron, qoftë në aspektin e organizimit të trajnimeve për punë apo formave të ndryshme, sepse kemi situata ku njerëzit cilët edhe kemi raste kur edhe njerëzit cilët për shkak të veprave të rënda penale kanë bujt masën e dënimit të burgimit, mirë po unë vetë kam trajtuar situata raste kur i njëjti person i cili është dënuar me burgim për shkak të vrasjes me 12 vite burgim, i njëjti gjatë periudhës sa ka qenë në burg, ka vazhduar fakultetin dhe gjatë periudhës sa ka qenë në burg, i njëjti dhe ka përfunduar fakultetin. Andaj, duhet të kemi masat e tilla alternative që të trajtohen njerëzit cilët vazhdimisht
kryejnë vepra penale që të njëjtit të jenë të përgatitur për riintegrim dhe plotësisht të largohen në kryerjen e veprës penale. Dhe në situata të tilla duhet që brenda qendrës korrektuese, brenda burgjeve të ketë trajnime, kurse intensive që të njëjtit të kualifikohen që pasi që të dalin nga burgu që të jenë të gatshëm për tregun e punës dhe të njëjtit të integrohen apo të gjejnë vendet e punës dhe të vazhdojnë jetën si një qytetar i rëndomt, një qytetar i integruar, i penduar, i cili ka kryer veprën penale. E qartë, Ndrecaj, të falenderoj shumë për gjitha këto sqarime që na dhe përmes kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, dua të falenderoj edhe ish-drejtorin e policisë Reshat Maliqi, pavarësisht gatishmërisë së tij për të qenë në këtë diskutim, ndoshta edhe vendi ku ndodhej ishte e pamundur që të dëgjoj qartë se çfarë po fliste. Do të kemi sërish një shkëputje